E mërkura 4 qershor ka qenë një ditë festive në shkollën 9-vjeçare Skënderbej të qytetit të Shkodrës, titulluar Ngjyrat e gëzimit. Veprimtari të larmishme janë zhvilluar gjatë kësaj dite, duke filluar nga panajiri i gatimeve, pikturat e realizuara nga vetë nxënësit, lojrat sportive dhe pjesët artistike, të cilat përbënin atmosferën e veçantë të kësaj dite. Ky aktivitet në bashkëpunim me komunitetin e prindërve u organizua edhe si një urim për nxënësit dhe arritjet që shënuan gjatë këtij viti shkollor që po përmbyllet. Aktiviteti tregon që fëmijët tanë kanë potencialin e duhur që jo vetëm të vlerësohen me notën, që i bën ata të jenë si nxënës, por ama edhe të shprehin talentet dhe prirjet e tyre, si në lojrat e ndryshme sportive dhe popullore, në panajirin e ushqimeve, në ushqime tradicionale ku përcjellim traditën, të këndi i ngjyrave të pikturës ku shprehin talentin dhe ngjyrat që ata shohin jetën, me aktivitete artistike, vjersha, këngë, valle. Ju e shikoni se sa të lumtur janë ata, se sa shprehje emocionale kanë sot dhe një ndër prioritetet tona si shkollë përveç të nxënit është edhe mirëqenia emocionale e fëmijëve tanë. Finalizohet një vit i tërë me sfida, suksese, ndoshta ndonjëherë edhe disfata, po që kanë nevojë me u gëzu edhe me u reflektu se çfarë dona me përmirësu në vitin që vjen. Sot është një aktivitet që shkolla Skënderbej e shtrin nga klasa e parë deri në klasën e 9. Kemi klasën e parë që finalizon vitin e parë të shkollimit, kemi klasat e tjera që vazhdojnë shkollimin, po që sjellin risi të reja nga viti në vit. Kjo ishte një ditë ndryshe për nxënësit dhe mësuesit e kësaj shkolle, një ditë me atmosferë festive dhe mbreslëndse për të gjithë, por veçanërisht për nxënësit pas 9 muajsh mësimi, për të vijuar më pas me pushimet verore dhe për të përgatitur për vitin e ri shkollor në shtator.